Për ide, jo për personale, ishte motoja e kongresit të 9 të PD-s, ku delegatët me 646 vota pro, asnjë vot kundër dhe asnjë të përmbajtur i besuan edhe një mandat me Nduthaqit, ndërsa paralelisht u zgjodhen edhe antarët e kuvendit qendror, që sipas partisë synojnë të forcojnë unitetin, organizimin dhe vazhdimsinë politike të subjektit. Mrekullia e Stambollit apo finalja e famshme e Ligës së Kampionëve të vitit 2005 ndërmjet Liverpoolit dhe Milanit, kur skuadra angleze arriti të rikthej nga humbja 3-0 dhe të triumfonte, ishte metafora me të cilën Menduthaqi përshkroi situatën aktuale të PD-s. Simpatizantët këndonin "Ti nuk ec vet", Steven Gerrardit. Edhe unë sot ndjehem si ai kur ju dhe shumë shqiptarë më thuin që ti nuk ec vet. Pa diskutim se kjo që ju po më zgjidhni prap, që unë ta drejtoj PD-s-n, është një nder i madh për mua. Është një amnesti dhe falje gabimeve që kam bërë në të kaluarën. Një pjesë e konsiderueshme e fjalimit të Thaqit ju kushtua rivalëve politik shqiptar, veçanërisht Bashkimit Demokratik për Integrim dhe liderit të saj, Ali Ahmeti. Në fushatën e zgjedhjeve lokale e kam përmend një metaforë se Tita, Josip Broz Tito ka qenë 35 vjet në pushtet, e Ali Ahmeti 25. Po t'u fol me miq e me shok, gjeta edhe një metaforë tjetër më të mirë. Kralevina e Serbisë ka qenë 22 vjet në pushtet në territoret shqiptare, ndërsa Alia 25. Kjo flet shumë drejt, kjo shon mesazh të drejt për drejt se ai njeri është tërësisht i pasuksesshëm. Përveç BDI-s, Thaçi kritikoi edhe koalicionin Vlen, duke paralajmëruar se PD-s do ta trajtojë atë si kundërshtar të fortë politik dhe se synon ta mposhtë në zgjedhjet e ardhshme. Unë dhe PD-s-ja do t'i trajtojmë grupacionin politik Vlen si një grupacion i cili po tentojnë pa sukses, jo legjitim, të përfaqësimit të shqiptarëve, ta trajtoj si kundërshtar të ashpër politik të Partisë Demokratike Shqiptare dhe të programit kësaj partie. Dhe unë jam plotësisht i bindur se ata do t'i mundim dhe do t'i mundi bindshëm në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Në fund të fjalimit ai drejtoi kritika edhe ndaj kryeministrit Kristian Mickoski, duke akuzuar përçasje provokuese ndaj shqiptarëve dhe përsjellje që sipas tij nuk reflektojnë rolin e një kryeministri të gjithë qytetarëve të vendit. Do të punoj pa ndërprer, jo që ta bindi kryeministrin e këtij shteti, po t'i bindi miqtë tonë ndërkombëtar, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian, se ky kryeministër, Mickoski, nuk heziton që veten ta tregoj, ta performoj, ta paraqes vetëm si kryeministër i Maqedonësve. Ati në asnjë moment nuk i shkon ndërmend se ai me kushtetut, me ligj, me norma demokratike duhet t'i përfaqësoj edhe shqiptarët. Përkundrazi, politika e tij është provokuese ndaj shqiptarëve nëpërmjet poshtnimit dhe nënçmimit që i bën grupacionit që e përmenda pak më përpara. Ai mundohet krijoj kënaqësi, vetbesim, dilerium tek maqedonasit, për shkak se ky qen ka Maqedoni më i mirë, më i forti, më i përgatituni për të shkel shqiptarët. Përveç rizgjedhjes së kryetarit, pjesa më e rëndësishme politike e Kongresit të 9 ishte miratimi i rezolutës së PD-s, një dokument programor në të cilin partia shpalos qëndrimet e saj për situatën politike të shqiptarëve dhe orientimin e saj të ardhshëm.
Një nga propozimet më të rëndësishme të rezolutës është kërkesa për një marrëveshje të re politike ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonasve, e cila sipas PD-s duhet të përfshihet në kushtetutë dhe ligje. Sipas dokumentit, kjo marrëveshje duhet të bazohet në parimin e barazisë së plot politike, juridike dhe institucionale, duke përfshirë vendimarrjen konsensuale dhe garantimin e vetos si mekanizëm kundër majorizimit dhe diskriminimit. Njëkohësisht, PD-ja riafirmoi përkushtimin për bashkëpunim me Bashkësinë Ndërkombëtare, SBA-t, Britaninë e Madhe, BE-n dhe NATO-n.